Një shpërthim i ri i virusit Ebola në Republika Demokratike e Kongos ka ngritur alarmin tek autoritetet shëndetësore ndërkombëtare, duke bërë që Organizata Botërore e Shëndetësisë ta shpallë situatën emergjencë të shëndetit publik. Deri tani janë raportuar rreth 250 raste të dyshuara dhe të paktën 80 viktima. Situata paraqitet tepër e vështirë për shkak të konfliktit të armatosur në zonë dhe mungesës së burimeve mjekësore. Autoritetet bëjnë të ditur se shpërthimi lidhet me një specie të virusit Ebola, për të cilën ende nuk ka vaksina apo trajtime të miratuara. Simptomat mund të shfaqen nga 2 deri në 21 ditë pas infektimit. Fillimisht ato ngjasojnë me gripin, por më pas mund të përparojnë shpejt në të vjella, diarre, dëmtime të organeve dhe në raste të rënda edhe hemoragji të brendshme apo të jashtme. Virusi transmetohet përmes kontaktit me lëngje trupore të personave të infektuar, ndërsa trajtimi aktual mbështetet kryesisht në kujdesin mbështetës dhe menaxhimin e simptomave. Sipas Organizata Botërore e Shëndetësisë, identifikimi i shpejtë i rasteve dhe izolimi i të infektuarve mbeten vendimtare për të frenuar përhapjen e virusit. Megjithatë, ekspertët theksojnë se rreziku për përhapje globale aktualisht konsiderohet i ulët.